Në festivalin e përvitshëm të shkencës në Pogradec, nxënësit e gjimnazeve prezantuan projekte inovative në fusha të ndryshme, duke dëshmuar kreativitet dhe aftësi në përdorimin e teknologjisë. Të rinjt konkuruan me ide që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e shkollave smart, sisteme paralajmëruese për tërmetet, si dhe aplikacione të dedikuara për fëmijët me spektër autizmi. Ky është kush inteligjent i cili me atë sensorëve bën të mundur ndarjen e mbeturinave në poshtë përkatës. Pra se për shembull, nëse ne hedhim mbeturinë plastik, ajo me atë sensorëve do ta çojë tek fushi plastikës. Shkolla jonë është e ndërtuar nga disa ambiente të cilat përmbajnë sensor që monitorojnë intensitetin e dritës, temperaturën dhe sigurinë. Kemi krijuar një platformë që titullohet Hop dhe kemi menduar të vinë mendim të gjithë prindërve të cilët kanë fëmijë të prekur nga spektri autizmit. Ne kemi sjell disa lojra të ndryshme të cilat matë progresin e fëmijës. Qëllimi që ne kemi pasur në mendje ka qenë që ky ujë stimuluar i mbledhur të mblidhet dhe të filtrohet në mënyrë që të reduktohet sadopak përqendrimi i ioneve të ndryshme të metaleve në të dhe gjithashtu të përdoret në mënyra të ndryshme, si për shembull për larje, për pastrim, për rritjen e bimëve. Qëllimi im kryesor ishte që të ndërtonim një sistem elektronik i cili ka një kosto të ulët, është i lehtë të përdorim dhe mund të zbatohet praktikisht në shkollë. Ky projekt synon të ofrojë një zgjidhje të qëndrueshme për një problematikë mjedisorë dhe komunitare të zonës sonë, siç është ndotja e liçenit të Ohrit. Përtej sfidave që lidhen shpesh me përdorimin e teknologjisë, ky festival tregoi se ajo, kur përdoret në mënyrë të përgjegjshme, mund të sjellë zgjidhje konkrete dhe vlera për shoqërinë. Në përfundim, 3 projektet më të mira u shpallën fituese dhe do të përfaqësojnë gjimnazet e Pogradecit në fazën e konkurimit në nivel qarku, përballë shkollave të tjera të rajonit Juglindor.